Pas 11 ditësh është rikthyer qarkullimi normal i automjeteve në segmentin e dëmtuar te karrat e Gurrës në Dragostujt të Librezhdit, segment që lidh Librezhdin me Prinjasin. Ndërkohë, hapja e rrugës është shoqëruar me fluks të jashtëzakonshëm automjetesh në të dyja drejtimet, ndërkohë që traseja e rrugës provizore të hapur është rreth 9 metra. Aktualisht ka një fluks të shtuar nga të dyja drejtimet, sidomos jo vetëm të autoveturave, por edhe të automjeteve të tonazhit të rënd, të cilat ishin në pritje të hapjes së rrugës që prej mëngjesit të ditës së sotme. Ndërkohë, policia rrugore me shërbime të shtura është dislokuar në pika të ndryshme të këtij segmenti të rëndësishëm rrugor, i cili prej disa kohësh është cilësuar dhe një segment problematik. Për sa i takon sigurisë në qarkullim në këtë segment rrugor të ndërtuar gjatë ditëve të fundit, pra që është një segment provizor, edhe kompania, po ashtu edhe autoriteti rrugor kanë dhënë siguri të madhe për riskun që ajo paraqet. Sipas tyre, është një segment i cili u testua 48 orë më parë nga automjetet të tonazhit të rënd. Aktualisht mund të thuhet me plot gojën që qarkullimi është normal në këtë segment dhe tashmë ai nuk do të jetë problem as për automjetet e tonazhit të rënd. Kujtojmë që 11 ditë më parë, pikërisht këtu te karrat e Gurrës në Dragostujt Librezhdit, një segment rrugor përsoi rrëshqitje për shkak të fundosjes dhe zhvendosjes së tokës, duke krijuar një kolaps në qarkullimin e automjeteve nga Tirana në drejtim të Shqipërisë juglindore. Me shpresën që incidente të tilla në infrastrukturën rrugore të Shqipërisë nuk do të kemi më, ju përcjellim edhe mesazhin e drejtuesve të automjeteve që për sa i takon punës që duhet bërë në infrastrukturën rrugore të Shqipërisë, ajo duhet të jetë e standardeve europiane në mënyrë që të mos përballemi më me situata të tilla kaq të vështira.